Banka Botërore i bën apel qeverisë që të krijojë një klimë të mirë biznesi për thithjen e investimeve të huaja, duke folur në prezantimin e raportit për zhvillimet ekonomike në vend. Përfaqësuesja e Bankës Botërore e cilësoi një rast fatkeq dhunën e ushtruar ndaj investitorit libanez, si dhe më pas largimin e tij nga Shqipëria. Indeed, investments and investment growth is extremely important for Albania and its economy. Investimet janë të rëndësishme për Shqipërinë. Incidenti me investitorin libanez është një ngjarje fatkeqe, por ne presim që qeveria të vijojë programin për gjendjen e klimës së investimeve. Ne mendojmë që duhet të bëhet shumë, nëse duhet që Shqipëria të shihet si një vend tërheqës për investitorët. Lidhur me anulimin e tenderit të rrugës së Kombit, ku Banka Botërore jep konsulencë nëpërmjet IFC, Saed kërkoi që institucionet shqiptare të gjejnë një zgjidhje. I përket Ministrisë së Transporteve dhe Prokurimeve Publike që të zgjidhin këtë çështje dhe ne mund të presim vetëm përfundimin e procedurës së apelimit nga Ministria. Trajtimi i kredive të këqija sipas Bankës Botërore kërkon që të nisë gjithçka nga 35 sipërmarrjet, të cilat janë edhe borxhlinë më të mëdhenj. Ekonomistja e Bankës Botërore për Shqipërinë ngriti si shqetësim rënien e investimeve si dhe nivelin e lartë të papunësisë. Papunësia mbetet vetëm ende në nivele të larta. Gjysma e saj ose më tepër se gjysma është papunësia fagjat, pra të papunë prej më shumë se një viti. Në lidhje me premtimin e qeverisë për rritje pagash dhe pensionesh, Banka Botërore deklaron se për të realizuar këtë duhet të ulen shpenzimet dhe të rriten të ardhurat. I duhet të marrë masat korresponduese ose në kaunet e ardhurave ose të rishikoj përsëri shpenzimet në kategori të tjera. Banka Botërore la të pandryshuar rritjen ekonomike për Shqipërinë, e cila parashikohet 3.2% për 2016 dhe 3.5% për 2017, ndërsa sheh si rrisje për ekonominë zgjedhjet elektorale dhe ndikimet nga vendet e rajonit.